Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë shpërndarjen e materialeve zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme në 5 bashkitë e vendit. Materialet e nevojshme përshpërndahen në 5 bashki Vlorë, Matë, Sorrik, Tepelen, ku përfshihen fletët e votimit, kutitë e votimit, proces verbalet si dhe dhomat e fshehtësisë, si dhe të gjitha materialet e tjera që garantojnë zhvillimin e zgjedhjeve në përputhje me kodin zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zhvilluar 2 ditë më parë testimin operacional të pajisjeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve që do të përdoren në zgjedhjet e pjesshme. Në zbatim të kodit zgjedhor, u përzgjodhen rastësisht 3% e pajisjeve që KQZ-ja do të përdorë në zgjedhjet për kryetar bashkie në 5 qytetet për të simuluar procesin e hapjes, mbylljes dhe identifikimit të zgjedhësve. Simulimi i procesit në këtë test operacional verifikon elementet si nëse një votues i përket asaj qendre votimi, nëse një votues tenton të votojë më shumë se një herë, apo nëse një votues është në qendrën e gabuar të votimit, e të tjerët si dhe sinjale vizuale dhe akustike që jep pajisja për rastet e tilla. Për identifikimin e zgjedhësve do të implementohet sistemi elektronik i identifikimit të votuesve, që do të përdoret pajisja elektronike e identifikimit të vendosura në 472 qendra votimi në 5 bashki, të cilat do të sigurojnë identifikimin e saktë të zgjedhësve, bazuar në regjistrin elektronik të mbajtur në pajisje. Zgjedhësi në ditën e votimit do të paraqitet në qendrën e tij të votimit me letër njoftim ose pasaport biometrike për të identifikuar përmes pajisjes PEI, ku përveç dokumentit të identifikimit do të lërë edhe gjurmin diktastolike, shenjat e gishtërinjve, të cilët do të shërbejnë për të evidentuar rastet e votimit të paligjshëm.